O nderuar, pash këtë në YouTube, cili është komenti juaj, duke qenë se është e rëndësishme, mendova ta bëj siç është në YouTube. Një pyetje bazë që na bëjnë është se çfarë është Xhamati Musliman Ahmedia në të vërtetë? Do t'ju lutesha të na tregoni shkurtimisht dhe në mënyrë të përmbledhur se çfarë është Xhamati Musliman Ahmedia. Bismillahirrahmanirrahim. Kjo pyetje që është bërë, me të vërtetë është një pyetje thelbësore, por është edhe shumë e gjerë. Por, siç më keni kërkuar, do të përpiqem që t'ju jap një prezantim të shkurtër të Xhamatit Musliman Ahmedia. Gjëja e parë që duhet të dimë se Ahmediati është Islami i vërtetë. Ai është sinonimi i Islamit të drejtë e të vërtetë. Xhamati Ahmedia është një xhamat i dal nga Islami. Nuk ka lidhje me fenë e Zotit. Xhamati, siç e quajnë veten këta, Musliman Ahmedia është një xhamat që besojnë se ka shpallje mbas profetit alayhis salam, se ka libër mbas profetit alayhis salam, se i pari i tyre, Ahmed Ghulam Qadiani, cili është themeluesi i këtij sekti, i cili ka vdekur në banjo me malarje pasi e zuri mallkimi që i bëri vetes, pretendon se i ka ardhur shpallje dhe pretendonte se ishte Mesia i saj dhe Mehdiu njëkohësisht. Pra dy shpirtra të futur në trupin e tij. E ky vdiq me nerjush mhalet prej malarjes. Me diarre, ka vdek në banjo, ka shkuat notë në banjo, kush e di sa herë i shkreti. E ky ishte njëkohësisht Imam Mehdiu dhe Isa alayhis salam. Po ku është që Isa vret Dexhalin e tjerë? Ku është? Isa alayhis salam vret Dexhalin. Isa alayhis salam hypën mal se po vinë Xhuxhët dhe me Xhuxhët, e tjerë. Këto nuk kanë ndodhur. Apo jo? Pejgamberi sa thotë nuk ka shpallje mas meje. Pejgamberi sa thotë nuk ka profet mas meje. Pejgamberi alayhis salam thotë Isa alayhis salam do të vinë kohën e fundit. Mehdiu do të vinë kohën e fundit, janë dy kohë të ndryshme. Kështu që të tjera problematike që ka ky xhamat, e rëndësishme është se të gjitha shkollat islame, me të gjitha kundërshtimet që mund të kenë mes veti, për një gjë kanë rënë dakord. Xhamati Musliman Ahmedia, apo Bahait, apo Qadianit, apo e tjerë se këta shfaqen me emra të tjerë, sa herë që dietarët një emër të tyre e shpallin jashtë Islamit, këto tak dalin me një emër tjetër. Për shembull, deri dje nuk e kanë pas emrin Xhamati Musliman Ahmedia. Deri dje kanë qenë quajtur Qadianit. Deri dje kanë qenë quajtur emër tjetër, pastaj janë ndarë dhe këto në grupe, sekte, udhëzione të tjera, mallkojnë njëra tjetrën dhe shpallin të pafej njëra tjetrën. Ndërsa ne themi gjithë shkollat islame, nga ekstremi më i majt dhe ekstremi më i djathtë dhe qendra e mesit, të gjitha shkollat islame me të gjitha ndarjet dhe kundërshtimet e tyre, për një gjë kanë rënë dakord. Kuranistat nuk janë musliman, Qadianit, Ahmedit, Xhamati Ahmedi nuk janë musliman. Prandaj mos u mashtroni. Pesi e nisi Bismillahirrahmanirrahim. Thotë që ky tani ka për të thonë më të vërtetën gjë që mund të ekzistojë. Është qartë, prandaj mos u mashtroni.